Ja erdhëm, u rikthyem dhe jemi gati për të hapur letra tarot dhe për të parë se si do të na ecë java. Dhe për këtë kemi ftuar patjetër të vetmen që ftojmë ne këtu në emision, Elena Demollari. Faleminderit për ftesën. Elena, mirëserdhje, kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Si kanë qenë punët me tersin këto kohë? Mos gjithë jap. Po me syrin. Gjithë shenjat me syrin dhe tersin? Me tersin, gjithë sidomos kjo java e parë. Ç'o ndikon? Ka qenë një tersi. Çfarë ka ndikuar? Energjit negative ose persona që të japin një energji negative. Marja mësysh. Sa më larg. Sidomos unë këtë javë kam pasur probleme shëndetësore që kështu s'dua t'i kujtoj se kam përfunduar në spital. Urojmë t'i kesh kaluar Kaluar, dhe t'i kaluar. tani të shpara fare. Faleminderit, po. Okej, ty të paqim mirë. Nëse si jeti mirë, nuk ka syris. E pra, e shikoj Ka bëj dhe për folura, se ne që jemi persona publik normale. A funksionon kjo djegja e krypës me këto me syrin? Djegja e kripës, shika, unë jam kundra këtyre gjërave, se djegja e kripës është sikur ti zgjon djallin. E quajnë se ritual. Është ritual, dhe këto i kam përdor plakat e vjetra magjistare që bënin magjin kohën e lashtë. Po ja, një mikesha ime kishte fëmijën e vogël me temperaturë për gjitha ditësh? Absolutisht asnjë gjë, vetëm mjeku. Mjeku pra, po mjeku. Ka drejt Elena. Po se mund të largosh syrin e keq, Elena. Patjetër. Ke mjeku do të drejtohemi, po ajo gjeti dhe zgjidhe me këtë. Me kripën. Po ne bie që unë marrin kile kripit, ju ishte gjithë. Shiko, ne do provojmë metoda, kjo është e sigurt. Shohim kush do na dalë rezultative. Çdo gjë energji negative bëhet me gjeometri të shenjtë ose me lutje të shenjta, siç e bëjnë eksorcistat. Ne shikojmë shumë edhe në rrjetet sociale lloj-lloj budalliqesh që dalin, po janë në një mënyrë për të larguar vetë. Ka duke menduar pozitivisht. Për të larguar vetë, para se të vide, më thënë që mos ta provë. Duhet të ish në probleme të tjerëve, energjinë që ke duhet ta marrësh për veten tënde, se sa më shumë të ish në probleme të tjerëve, aq më shumë bllokohesh. Domethënë në momentin që mendon njëri sikur të kisha lek, ose të kisha pasuri. Pak edhe saktë. Kështu që njerëz shihni punët tuaja, shihni hallat. Shihni punët tuaja. Po mos ta merrni në përgojë. Okej. Unë themi gati tani për të nisur me parashikimin javor. Po do bëjmë parashikimin për shenjën e dashit. Do e bëjmë me 10 letra. Me 10 letra për dashin. Dashi, mirë ka qenë këto kohë me sa di unë. Jo, dashi ka qenë mirë. Thashtë the jo. Jo, ka qenë mirë. Javën që kaloi ashtu e lam, pastaj se çfarë pritet për këtë javë, për dashin, jemi në ditët të fundit të fshorës, apo jo Elena? Po. Me 22? Kalojmë në akrep? Po, kalojmë në akrep. Erdhe akrepi. Atëre, dashi për këtë javë një personi tret do ndorin në marrëdhënien tuaj dhe mund t'ju le të mërzitur. Ju ka sharë, ju ka talluar, ka bullizuar, duhet të keni kujdes pjesën e bullizimeve. Duhet të keni kujdes se një personi tret gjatë rrugës mund t'ju japi një energji negative, por jeni mërzitur për 2 përgjigje, po 3 përgjigje do i mirni me vete, do ecni përpara. Ëndra do i keni një paralajmërim ose një komunikim të vazhdueshëm me universin, dikush është larguar një largim puna ose një prishje planesh, pavarësisht që një dash mund të ketë pasur probleme ose pengesa gjatë rrugës, do stabilizohet. Do ketë një ngritje ekonomike financiare, nëse një dash ka biznesin e tyre dhe do ketë një ngritje ekonomike financiare. Shikon drejt horizontit të largët, i pëlqejnë çika i ajri fshatit që duat në ajër të pastër, me një vendimari do marri një vendim. Një kuror me shere debate, një kredi e marrë, një transformimi papritur dhe mund të kenë pak edhe kriza në partneritet. Por jo që të shqetësojnë, duhet të kenë kujdes se mos shkatojnë çdo një momentin e të. Janë më probleme se po shikoj që po shfaqen shumë darje kohët e fundit. Mos i bëjnë gjërat me së mbyllur se nuk e kuptojnë se çfarë po ndodh mbrapa vetes tyre. Kanë armën dhe besimin, kanë vënë duart kryq për të parë më përtej, po duhet të që fashën e tyre do të shikojnë më përtej. Nuk janë sigurt, nuk janë stabil, ta lirojnë vete, nuk janë stabil, mund të thonë ndoshta jo që do kenë ato mendimet, dyshimet e veta. Dashuri pasonante pak pengesa në partneritet, mund të kenë edhe një xhelozi ndaj njëri tjetrit, por jo për të shqetësuar. Do jem pak konfuz, lidhjet dështuar, mëndrat kota, iluzionet kota, mund të kenë dhe iluzionet të kota, do jem pak konfuz të turbëll që nuk do jenë të stabil në vetveten e tyre, të ullur të mërzitur një në impeme duke menduar, mirësinë e kam përpara vetes, po universi do t'jap një dhurat të bukur. Vari se çfarë po pret një dash edhe do t'ja bëj realitet.
Fillimet të reja një dritë e shile, universi do t'jap një dritë e shile, do të qeli diçka e re, rote fatit është në drejtimin e tyre dhe një person e tri larguet nga të tyre, në qoftë kanë armik kundërshtari, kanë Jupiterin që do të eci për para dhe do t'japi shumë fat shenjës dashit për këtë javë. Okej, mirë në përgjithësi. Me sa duket forcën e pas ka të vetja. Liroj mendjen e vetë edhe të eci Dashi gjithmonë shojnë zjarri, forcën e ka të vetja. Me ndonjëherë janë të blokimet që ne i bëjmë vetes, me mendime që bëjmë. Me mendime. Gjithmonë është psikologjike dhe psiqike. Po, duhet ta lëmë veten më të lirë që edhe gjërat na ecin mirë, pra të mendojmë pozitivisht. Dhe jemi tek Demi. 10 letra edhe për Demin. Demi kryesisht, me sa më kanë thënë, Elena, ka qenë mirë me lekët. Po, me lekët mirë, po me shëndet. Me lekët mirë, po me shëndeti nuk kanë qenë mirë. Ashtu. Okej. Ja, ti me që e thetë që dhe ti kështë pas probleme me shëndetin, kjo do të thotë që qenë ka e vërtet. Po. Sigurisht, për një pjesë të temave, jo për të gjithë. Diqe shqytetari si shenjë nuk ka qenë mirë me shëndetin? Jo, shqytetari ka shku jashtë shtetit për të bërë kurime ose kontrole. Po mirë, e rëndësishme është që i kushton vëmendje shëndetit e ndjek. Demi, nuk e di, Demi ka 2 javë që mua më del në qik i blokuar, o blokon vetën e vetë. Dhe edhe Demi. Me mendimet që ka. Dikur shka erë në mendimet e ti, ka lexuar mendimet e ti dhe mund t'jetë një person xheloz akmar që kërkon xhelozi akmari ose për t'i transmetuar një energji negative që një Demi, mashkull ose femër t'jecin gjëra ters. Ju kanë lidhur syt, ju kanë lidhur duart, janë në ca ujëra të thella, janë në ca ujëra të turbullta, kërkoj rrugëzide, po jem pa rrugëzide, kanë bllokime mentale, si në punë, si në dashuri, si në fat dhe duhet të çlirojnë nga bllokimet, nëse një Dem mendon shumë, duhet të çlirohet. Duhet të ketë kujdes se mund të ketë edhe një humbje parash, një humbje pune, për një shkak të një gabimi, ose për një shkak jo të korreksis, mund të mbas edhe punë një Dem. Do ketë përfitimet vogla, në lek beson shumë në universi, një diplom një master që do marri në punën e ti do korri sukses, po duhet të ketë kujdes me shoqërit misit falco. Kontrata punë e firma dokumenta duhet konsultohet mirë me një avokat, kërkon të drejtën e ti, të vërtetën e ti, ka të bëjë me persona që janë xheloz, nuk ja tregojnë atë xhelozi, shikon drejt horizontit të largët dhe do ketë fejesa martesa, shtatzani, pritje fëmijë, harmonik ka diellin, pavarësisht që mund të ketë këto bllokime gjatë javës, duhet të ketë kujdes Demi, sidomos për këtë javë, se mund të humbasë edhe punën, por në përgjithësi ka diellin që do të ecin gjërat mirë. I ndihmon dielli, okay. Po. Okej, do ju shkojmë barë edhe Demave. Po mirë, pas një periudhe kaq ngarkuar sa ç'ti e the për Demat e meritojnë pak shqetësim në fund të fundit. Meritojnë pak shpërtani, pak fejes. Po lajme të mira janë. Patjetër, më. Ku ka gëzime më të mëdha në jetë? Po atë po them, nuk I diskutohet. meritojnë. Pas kam blokuar veten Demat, po eci më shifni përpara. Demat. Dhe jemi te binjakët. Shohim se si do të jenë binjakët, 10 letra për binjakët. Binjakët kanë qenë kështu neutral, qetë këto kohë. Po. Shohim nëse do të jetë java për... Njëri ka qenë më mirë se tjetëre. Kush? Njëri, po. A i madhi apo i vogli? E që është 5 minuta më i madh. Elena, zemër thyerje për binjakët e pash. Ose një rikëthi mishi. Jo, është zemër e lënduar, e vrarë me thika. Kësë mëra edhe kjo së. Binjakët, kam pasur një lidhje dashuri nda bashkoj një lidhje si të lidhur me magji, një divorc që ndari dhe gjatë jetës së tyre dikush i ka plagosur në zemër. Mund të jenë 3 persona që gjatë jetës së tyre i kanë plagosur në zemër. 3 persona? Gjatë jetës së tyre, po flas 3 Njerëz të herë. ndryshëm. 3 herë zemër thyer. Duhet të kenë kujdes se mund të kenë ndonjë ndarje ose janë ndarë. Duhet të kenë kujdes. Binjakët, gjën një ankth dhe një energji negative, mendimet të këqija duhet të heqin mendimet të këqija. Dikush është larguar me gënjeshtrat e tij ose me gënjeshtrat e saj, një largim pune, një pushim pune, një dorëheqje nga puna. Dikush e ka pret në bes ose do ta presë në bes. Duhet të ketë kujdes. Në qoftë se një binjak ka në fare fisin e tyre dikën në burg ose lirim nga burgu, ose një binjak në qoftë se është në burg, lirim nga burgu. Shikoj dhe pjesën e gjyqeve që pas kanë edhe të bëjnë me gjyqe. Do gjykojnë për marrëdhënien që kanë dhe ka një pozicion të mirë, do rilindi diçka e re. Do kam Plutonin, por në qoftë se një binjak ka një gjyq, do falet. Ka një takim, një telefonat, një rikthim, një udhëtim të furishëm, një komunikim. Çdo situatë ka dalë përpara, çdo fortunë, por ka të bëjë me persona që mund të jenë serioz. Dhe kur gabojnë nuk i pranojnë asnjëherë gabimet. Do dëgjojnë për një shtatzani, por vendusi ka bllokuar pak në dashuri, ka ndër stres e mërzitje. Pavarësisht që binjakët këtë javë mund të ketë kaluar situatat e vështira ose i kanë kaluar,
në fund fare do dalin të fituar. Por shikoj pjesën e gjyqeve që do përballen me gjyqe, ose në qoftë se ka ndonjë gjyq, do falen. Do e kalojnë mirë, pa. Do e kalojnë mirë. Okej, shumë mirë edhe për binjakët. Mua mirë më duke, si duke? Mirë, si që thëllë ti, janë të erdiku neutral. Leseqëm, neutral, po. Binjakët. Dhe im të gaforja. Shohem, pasi ja kanë cirë jetën për 1 muaj rjesht Gafore dhe Elena me çdo parashikim. Shohem nëse më në fund do shohem pak rrezë dielli. Si e përgatit ka Elena? Po dhe ere moj të thotë vërtetën. Indirekt, ju ja thënë kështu. Po në gjithmonë vërtetën të. Po thotë kjo, na ke nxi herë tjera, gjatë sot na bëjnë ai që më të mirë. Se kisha me Elenën, unë tamam, kisha me universin, tonë me fatin. 1 muaj, fute bjerë. Po ha tani, nuk e di në parashikimet personale si të ka dalë me Elenën, po... Kjo është i përgjithshëm? I përgjithshëm, i flasim për gjitha gaforet, po. Edhe kur e ka thënë Elena herë të tjera, ka qenë për gjithë kjo periudhë jo e mirë për gaforet, po. Ha, Elena. Mirë duket mirë. Po do vi dita dhe për ju. Ajde leku i madh të Gafore. Ajde. Ashtu bravo. Parvërsisht Gafore, parvërsisht që ka ngaluar situatat të vështira, parvërsisht që ka ngaluar peripecirat të vështira dhe për momentin duke se kur kanë dalë nga luftat plagosur, po do dalin të fituar. Do kenë pak gjërat pezull, por në përgjithësi do jenë mirë, janë shumë luftarak, do bëjnë gati si do marrin lajme të mira, universi do t'japi një dhuratë të bukur, fillimet të reja. Një dritë e shile, universi do t'japi një dritë e shile, do t'qeli ditë shkajre, nga ana shpirtërore do gjë një qetësi shpirtërore, nga ana financiare do jenë kompletuar, në dashuri nuk do kenë probleme, të bëjnë gati se ka një lek të papritur, një partneritet me energji pozitive dhe rrugët i ketë apra. Do me thonë Gaforia, për çdo gjë ka rrugët e apra. Pavarësisht një Gafores mund t'i bëjnë pengesa, Gaforia ecë përpara. Ja, na erdhi dita më në fund. Pritëm, po i duruari i fituare. Po me lekët si ishin këto mirë? Leki papritur sa, leki madh. Leki papritur. Mirë. Të bëhet nami. Jemi gati për Luanin. Po, Luani, Mërkuri mund t'japi një rënde psikologjike, por do manifestojnë. Në qoftë se ka të bëjt çështje prona, do bëhet një problem i madh. Janë persone që punojnë dhe kanë përfitimet vogla lek. Kontrata pune, firma, dokumenta duhet konsultojnë mirë me një avokat. Fejesa martes dhe tavolindit lindi do gëzojnë, do marrin lajmet të bukura. Viza pasaporta do marrin përgjigje për po, në qoftë se kanë të bëjnë me seanca gjyqësore, do marrin përgjigje për po, ngritje ekonomike dhe pjesërisht Luani do ketë një ngritje ekonomike. Për këtë javë do jetë shumë mirë shenjë Luanit. Do ndaka lekët me Gaforen me sa po shoh. Po, janë kishin të 2 letra të mira sa u përket financave. Vizhëresha. Mirë, jemi te Vizhëresha shpejt e shpejt. Shohim se si do të jetë edhe java për Vizhëreshën. Dhe këta qetë kanë qënë. Shohim how do bear fat për lekët. Vizhëresha janë jashtë në kërkim të diçkaj, në kërkim të një drite, por duhet të presin edhe pak probleme me shëndete, por jo për të shqetësuar. Udhëtimet e gjata, shumë të ashtet e me i kanë pasur në ajër, të dërshirat i kanë pasur një ajër, diçkaj po i vjen. Agjensia udhëtimi do marrë përgjigje për po. Duhet të kenë kujdes tradhtit, me një vendimari do marrin një vendim, do gjykojnë për marrëdhënien që kanë dhe ka një pozicion të mirë, do rilindi diçka e re, ka një takim, një telefonat, një rikthim i dashuri ose e dashura. Por në përgjithësi Vizhëresha do jetë mirë. Do rikthehet e dashura. Shkurt, pastër, bukur, Vizhëresha mirë këtë javë. Mirë, këto rikthime ndonjëherë mund të jenë edhe për ters, po. Shënë si ka kjo. Varet, e ke vetë dorë pastaj. Pastaj varet nga ascendenti gjithmonë. Varet dhe si janë listuar planetet. Ku jemi? Akrepi. Pavarësisht që Akrepi ka kaluar situata të vështira, do dalin nga situata, nuk do jenë të sigurt, nuk do jenë stabër të ndoshta po ndoshta jo, janë në pritë disa lajmë do marrin lajmet mira, nga ana financiare do jenë të kompletuar, duhet të japin drejtim vetes së tyre dhe do kenë nisma të reja, perspektiva të reja do ecin përpara se kanë Urani që do të japin një energji pozitive. Por në përgjithësi dhe Akrepi do jetë mirë. Super, faleminderit Uran që kujdesesh për ne Akrepët. Për shenjë Akrepit. Më në fund ura shpirti rehat. Të ranë dakord tano, më në fund. Uran shpirti rehat. Eshe? Pse, janë shumës? Urani pra në ndihmon. Aha, okej. Tash se doja Akrepët në shumës. Mirë, jemi tek shigjetarja, po jo? Po, shigjetari duhet të ketë kujdes nga persona që janë të varur nga droga, nga alkooli, nga bigjozi, nga persona që janë materialistë, duan për interesat e veta, të ullur të mërzitu një ne me duke menduar, mirësin e kam përpara vetes, universi du të jap një dhuratë të bukur. Kam pasur një lidhje dashurie nda bashkoj një lidhje se të lidhur me magje.
duhet në ketë kujdes shigjetarët, në kujdes se këtë javë mund të mbje pjesë e manipulimit, mashtrimit, intrigës, kush kërkon t'i gënjet i mashtërë të manipuloj, fillimet të reja dritë shile, dhe nga ana shpirtërore do gjinë qëtësi shpirtërore. Mund t'jem pak të turbull, por do qartësohen. Mos harruam gjë peshoren? Po, harruam peshoren. Syri, kërkojmë dhirë se nga kanë marrë mësysh. S'ka gjë, ja. Shenjën e peshores. Shikuesit janë të vëmendshëm dhe na thon direkt që keni harruar peshoren. Po nuk ka. Peshorja ka qenë ka lotuar për të Peshorja ka qenë ka lotuar për një person që ka humbur për 3 kërkesa. Ja refuzuar 2 përgjigje do parashtrojmë. Pakërësi në lidhje me punën me fatin, gënjeshtra, mashtrime, ëndrat kote, elozionet kote, fanet të pre me gëshër. Do i shkojnë gjërat diku dhe i priten në mes. Do i kem pak gjërat pezull, kanë të bëjnë me persona që e kanë mundësin për t'ja dhe një shansë, nuk e api një lajmë do e marit mirë, një lajmë do e marit tjetër, të bëjnë gati se do marrë lajmet mira dhe një lek i papritur për peshoren. Peshorja do ketë një ngritje ekonomike dhe një lek i papritur dhe do jetë si përpare. Unë rrugët i këtë apra peshorja. Mare duhet jenë data rrogash për gjitha kompanitë, të gjitha shenjat, Data 20, të gjitha shenjat që nga me lek papritur, me vite ekonomike. Britsjapi, ujori dhe peshi. Shohem dhe britsjapin, edhe letrat për britsjapin, po dhe britsjapët kanë qenë mirë këto kohë, me sa kam parë, nuk kanë pas ndonjë bllokim kështu, as mental, as financiar. Mirë. Britsjapi duhet të besoj intuitës të tyre, energjisë të tyre, gjërat i kanë pasur pak të turbull apo do qartësojnë nga yjet, kanë të bëjnë me personat që janë xhelos, përfitime të vogla në lek, shikojnë drejt horizontit të largët, besojnë te universi, mund të kenë pak gjërat e ngrira, po do të çaj takulli dhe do ecin përpara. Në përgjithësi britsjapët do janë mirë. Amin. Interesante, dhe pas britsjapit është ujori, edhe letrat për ujorin. Kemi kohë qemi. Si do jetë? Edhe ujori nuk ka qenë keq me të drejtën, sa herë që zgjedh ascendent. Ujori, dikush ka hyrë në mendimet e tij, ka lexuar mendimet e tij dhe mund të jetë një person xheloz akmar që kërkon xhelozi akmari ndaj një ujorit ose transmeton një energji negative. Një diplom, një master që të marri në punën e tyre do korri sukses, por duhet të ketë kujdes me shoqëritë njësit falso. Do ketë një stabilitet, një largim nga vendbanimi një udhëtim i shtetit, kontrata pune do përballet me shtet, nëse një ujor ka lënë dokumentat, do i bëj. Nëse ka lënë do i dokument pa bërë, do i bëj do merret me dokumenta gjithë javës, kërkon të drejtën e tij, do i dali vërtet atij, do jetë një familje kompletuar dhe një dëshira e tyre do i bëhet realitet, nëse kanë menduar për një blerje shtëpie. Okej. Do e kenë gati kredin, do me thëmë për të blerë. Gati kredin. Do ju miratohet kredia për të blerë shtëpinë. Mirë, jemi të shenja e fundit tek peshit, apo jo? Shohim se do t'jetë për peshit, shenja që i vë vullën horoskopit dhe për ditën e sotme. Mbarë duket paktën nga gjyrët. Jo, në përgjithësi peshit do jenë mirë, do kenë ndryshime. Peshit duhet të kenë kujdes nga personat me 2 fytyra, do kenë një ngritje ekonomike financiare, do kenë një ribashkim në qoftë se janë ndarë, do kenë një ribashkim një djalë e një vajzë ose një pajtim, mund të jenë pak gjendja ankthi, do kenë një komunikim të vazhdueshëm me universin. Mund të kenë pak çekuilibrimi, po në përgjithësi do jenë mirë. Do kenë një ngritje ekonomike financiare, nëse në peshk ka biznes, do ketë një ngritje ekonomike, fejesa martesë, tavolin dikline, do gëzojnë. Nëse janë në pritje të një bebi, dëshira e tyre do e bëhet realitet. Sa mirë, se do jenë mirë. Okej, gjitha shenjat e horoskopit lek i paparë. Kjo do të thotë që mund të ashtrini dhe dorën edhe të shpenzoni. Jo, këtja do jenë super mirë, vetëm ki kujdes demi, se demi duhet këtë kujdes se mund të ketë edhe një humbje pune. Demi? Demi, duhet të ketë kujdes. Kjo do të thotë që demi është shenja që është më problematike javës. Duhet të ketë kujdes, duhet të ketë më korrekt në punë, dhe duhet të ketë kujdes se mund të ketë edhe një humbje pune. Për shkak të një kokë fortësi ose për mangësi. Do më thënë duhet shmangi debate gjërë. Duhet shmangi debate dhe jo shumë që të marri shumë opinionet të tjerve. Shenjën më të mirë t'javës këtë do kurorzon? Do jetë peshorja, Virgjëresha dhe Akrepi. Virgjëresha dhe Akrepi? Po këto vetëm për pjesën e lekëve? Shenjat me fat. Mos e pyta një sa. Akrepi hynë në muajin e vetë? Po, ajo ka mendimin e vetë. Shenjat me një fat. Atë për lek. Po qa kemë, o tiri? Po Lena, pse do të ndryshosh? Dua ta di pse, more. Nuk gjaga forën kjo dhe një thotë. Dua ta di në qa aspekti ti do kesh fat, për shumë. Lek pra lek? Po dashuria, po punës. O, jo, lek. Sot është java e lekut. Java tjetër mund tjetë dashurisë. Dashuria është rregull. Elina, ke kopa në treguar ndonjë rast, kështu për çat kanë ardhur më shumë njerëzit këto kohë? Pjesërisht ka bërë dashuria në këtë periudhë?
Po, kam pasur shumë ndarje, kam pasur, jo, vështirë për rikthimet, se shikoj në rrjetet sociale që thot do ta kthej për 24 orë 72 orë. 72 orë këtë janë budalliqe. Aha. Por i bashkimet është tani bie që bashkohet Meka me Vatikani, bashkë të bëjmë bashkimet, janë budalliqe një e dyta. Dhe është çdo gjë e caktuar nga universi, ose nga Zoti. Një njeri që ndahet, sikur shikon drejtimet e veta, po një gjë që ta bësh, po kur ndahen për shembull për fajet e të tjerë. Nuk bashkojnë njerëzit me magji të zezë. Po nëse janë ndarë nga magjia e zezë. Tani nuk bashkojnë, sado që të bëj ajo të 99 nuk bashkojnë njerëzit. Është e përcaktuar, është të shkruar. Jo, se zakonisht tonë që nëse ti e çliron një njeri nga mendimet negative që ka pasur, mund të kthehet te gruaja për shembull nëse është ndarë. Po ka ju që mund të ketë 5 vite, 6 vite, në vi mund të kam 6 vite, 7 vite në bashku me grua, nuk s'kam çfarë ti bashkoj. Se gruaja vet ka kryer familjen e vet. Normal, se shumë si më parë, diskutohet. Gjithmonë budalliqe dhe kanë qenë. Domethënë, ne që hyjmë te shkenca, hyjmë te universi, por ne janë një drejtësire, janë budalliqe. Po ç'është në rast për shembull që mund ta ndash me ne që ka ardhur në vajzë të ka thënë pse ishte ndarë, pse donte të rikthehej. Pjesërisht unë kam thënë e përfolura syri keq ka qenë pjesërisht kjo ndarje, ose ka qenë mund të ketë qenë ekonomia tradhtia, ose dhuna psiqike, ose psikologjike. Po pjesërisht këto gocat e reja thonë shiko se do shkoj te Hoxha unë te Fallxhore dhe të më shikoj fatin se do më eci përpara. Të pyesin kryesisht gocat e reja apo dhe gratë në moshë? Jo, po kohët e fundit u kam pasur dhe ndarje, pjesërisht për burgje, por divorce si të më eci gjyqi, si do më eci biznesi, por kohët e fundit e kam pasur për biznesin shumë. Do e thonë, kam pasur vetëm persona që më vinë familjar. Jam vërtet familjar dhe pyesin për burin e tyre, pyesin për familjen, për biznesin e tyre. A ka ndodhur ndonjëherë që të vi dikush edhe të thotë më ka bërë diçka vjera ose të kërkoj ty ti bësh diçka të keqe për shembull? Jo, absolutisht jam kundra këtyre gjëra, bile më kanë ardhur shumë raste që më kanë thënë, më kanë dërguar dhe foto e kanë gjetur dhe magji me vezë. A, që kanë gjetur magji me vezë, Po, e kanë gjuar dhe në këtë. Magji me vezë, flok, do me thënë, një zonjë më ka kontaktuar të e kam gjetur në momenti që po rregullonja shtëpinë, kam gjetur magjin shtëpi. Mirë, pse realisht kanë ato që të kontaktojnë që t'ja bëjnë dikujt tjetër, pra patjetër që ti nuk merresh me këto. Po ka njerëz që të duan që ta bëjnë? Çfarë të bëjnë? Të bëjnë të keq të tjerë. Gabimisht kontaktojnë ty për diçka tjetër. Ne jemi në një botë që sot, unë kam thënë edhe në rrjetet të tjera televizioneve, për arsye që Shqipëria është bërë vend i magjive. Ti vërtet kërkon të më bësh keq mua, po çfarë fiton ti? Se në momenti që ti më bën keq mua, ti të kthen Zoti mbrapsh. Ta kthen te fëmia. Do me thënë janë gjëra që nuk i thonë kot që Zoti vonon, po nuk ka rënë. Dhe është më mirë, të bëjmë më mirë që të ecim përpara, se po bëre keq do bësh. Nuk kupton, do me thënë do ta nxjerr Zoti dhe djalit të vajzës. Po, keq të gjesh, po. Pra ti Elena, në fund të ditës edhe nga ato personat të cilët kur vajzat të vinë dhe të kërkojnë mbasi të rikthehet ndonjë ish ose të gjejnë një arsye, ti je shumë drejt për drejt dhe Unë jam shumë drejt për drejt, shiko, se jam shumë drejt për drejt, më ka të në shikoj Elena, se unë kam shkuar në një hoqë, kam gjithë në Fallxhore, kam pagu dhe lek, nuk kam patur rezultat. I pranon të njerëz, Elena, më pas? Kur ta thonë këto pra për t'i lexuar? Unë jam shumë për drejt, i them para se ta letrat, më them drejt për drejt që unë bëj një parashikim më të detajuar, më të specifikuar që çfarë mund të kesh ti në parashikim, dhe unë bëj parashikim në anë të letrave, dhe unë po si hapa letrat, unë s'kam çat parashikoj ty, më kupton? Ti është i tregon se si do jetë jeta e saj, jo se mund të ndryshosh fatin. Tarot jam këshilla. Nuk është ndryshohet fati. Po çfarë zgjidhje kërkojnë këto tani? Po pjesërisht këto kërkojnë sa ta rregulloja atje. Burr me zor nuk mbahet. Grua me zor nuk mbahet. Po pjesërisht janë vajza të vogla që lidhen edhe me burra të martuar nga 55 vjeç. Elena. Edhe thon pastaj që dua të ma bësh për vetë ti se ka lek ky. Ta bëj për veten me letra, me anë të energjive, o zotë të mëshme çfarë bëj. Janë budalliqe, unë jam gjithmonë kam qenë kundra. Çfarë nuk dëgjojmë, çfarë nuk dëgjoj. Mirë, kemi ardhur në fund të kësaj pjese tani. Po, me këtë që tha Elena është astisi komplet me thënë të drejtën, po është e rëndësishme kam parë intervistën aty që thoshte që fini vdekur i të lidhë të xhallarit që kishin në studio, që realisht ka bërë nami. Është e vërtet, dhe kishte shumë komente që e mbështesnin, sepse thoshin kështu më ka ndodhur dhe mua, të kam gjetur dhe mua. Janë shumë të vërtet. Nëse është një temë komplet e gjerë, por rëndësishme është që qëndrojmë larg këtyre dhe larg energjive negative. Se unë jam astrologe, bëjmë parashikim me tarot, po duhet të kenë kujdes se këto bien viktim.
Dhe në momenti që marri thotë shiko se unë jam djegur. Tani, okej, se ti e djegur, ke paguar 2.000 euro, 3.000, 5.000 euro, po mos më thojnë më bëfalët, se dhe unë e kam bistes. Patjetër, kujdes, mos u besoni kujdo, astrologjia tek e fundit është parashikim dhe bazohemi vetëm te kjo gjëra. Për pjesën e magjisë kam thënë që vetëm eksorcista që janë të certifikuar në fushën e Vatikanit e kanë të drejtë. Janë besimet e gjithë secilit. Pastaj Elena, faleminderit shumë. Shumë kënaqësi që faleminderit edhe juve. Mos u paf syri keq. Syri keq, hajde. Po bëjmë që pastrim energjie në studio, sa ikim reklama. Syri keq.